Të dashur të shkues, mirë se erdhët në emisionin Cost Tech Talk. Sot kam kënaqësi në Cost Tech Talk të kem një figurë premtuese në fushën e teknologjisë së informacionit. Bëhet fjalë për Jon Jetullavën, drejtor i kompanisë IT Vision, si dhe një ndër figurat kryesore dhe premtuese në fushën e ICT-s. Jon, faleminderit dhe mirë se erdhe në emision. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Jon, fillimisht për ata që nuk kanë shumë informacion, a ka mundësi me na tregu kush është Jon Jetullavë? Jon është një djalë nga Prishtina, i lindur në Prishtinë, i rritur deri në moshën 18 vjeçare këtu. Pas moshës 18 vjeçare kam vazhduar studimet në Gjermani me një universitet anglez. Kam pas një mundësi të mirë në programit dual mes University of Derby në Angli, i cili në atë kohë nditej top 30 universitetet në botë, dhe EU Business School në München. Studimet kam vazhdu për 4 vite, sa kam qenë në studime, kam jetu në Gjermani. Aty kam pas mundësin edhe më njoftu për herë të parë me fushën e ICT-s në nivel global, në thonë jashta suazave lokale ose kombëtare, për në ato ndërkombëtare, madje edhe globale. Dhe pas mbarimit të studimeve, jam këtu në Kosovë, ku kam fillu me IT Vision, edhe tash jemi bërë një nga emrat më të përmendur në sektorin që po operojmë, në identitetin digital dhe digitalizimin e shërbimeve të bazuara në letër. Joni, para se me kalu në punën e IT Vision, dështa me të pyet, ti ke studiua dhe ke punu në Gjermania, edhe besoj që ke pas një punë të mirë atje. Pse vendosën me ardhë në Kosovë? Që të shtyjot? Në Gjermani unë kam qenë i punësuar në Flink. Flink ka startuar në vitin 2020 si startup në Berlin, dhe me njëherë në vitin 2021 është renditur si number 1 startup në gjithë Europën. Asaj kohë ka qenë vlerësuar me 2.1 milion euro, dhe me thonë ka qenë unicorn me njëherë në vitin e parë të operimeve. Puna ime aty ka qenë menaxher rajonal për rajonin e Bavarisë, Münchenin edhe disa pjesë tjera. Me të vërtet ka qenë motivuese, frymëzuese, edhe shumë interesante si përvojë pune, që thonë drejtën përvoja ndoshta e para serioze me qenë me një kompani unicorn, ndërkombëtare që ka operuar më shumë se 7 shtete, ka shërbyer më shumë se 20 milion klient në mbi 60 qytetet e Evropës, dhe vitin 2023-2024 kompania pastaj me rritjen e saj është vlerësuar në 5 miliard euro, dhe më thonë një kapërcim gjigant. Në 5 vitet e para të operimit nga 0 në 5 miliard euro evaluim, më thonë si përvojë ka qenë e hatashme. Këtë përvojë unë më shumë e kam marrë si mësim dhe frymëzim për vazhdimsinë e karrierës time. Qëllimi asnjëherë nuk ka qenë me vazhdu në Gjermani, apo dikon tjetër në Evropë, apo në botë. Qëllimi që nga dita parë që unë kam vazhdu në Evropë, ka qenë më kthy në Kosovë, me njerë pas përfundimit studimeve, edhe me vazhdu karrierën profesionale në Kosovë, me dhonë kontributin tim dhe gjithashtu me vazhdu ngritjen time profesionale. Joni, ti mas ju ktheve në Kosovë, si lindi ideja e IT Vision kompanisë? Unë që nga mosha hershme, kam qenë pjesë e botës tenderimit tojmë, nga përvojat e mia familjare, dhe në me atë logjik isha në mes fillimit të një kompanie nga zeroja, apo blerjes së një kompanie ekzistente me referenca të mira, të kompletuara me potencial për të rritur më akoma. Me kursimet e mia që e kisha gjatë periudhës time në Gjermani, në shumë ndoshta jo diçka shumë e hatashme, por ishte mjaftueshme për me ble kompaninë që tash e kam pronësi, e cila asaj kohe kishte një evaluim proporcional me buxhetin tim, por me referenca shumë të mira. Në botën e tenderimit referenca vlen më shumë se biznesi, më shumë se stafi e asetet, dhe me këtë logjik unë bleva kompaninë që tash e kam pronësi dhe drejtoj, dhe asaj kohe me njëherë kemi bërë një ristrukturim të kompanisë. Nga stafi i atëhershëm, mbi 80% punëtorëve vetëm kanë vazhdu dikon tjetër, dhe pjesa
tjetër në vazhdimsi kanë kalu në aventura tjera. Me thonë, tash, në momentin që po flasim, askush nga stafi më hershëm nuk është më, jemi komplet stafiri, me perspektiva të reja, me synime të reja, me operime të reja, me referenca të reja tashmë, dhe po ecim përpara. Asaj kohe IT-Vision është marrë gjithsesi në fushën e ICT-s, por me disa operime më të vogla se nga ato që kemi tani, në dhe themi fusha më tradicionale të ICT-s, pse tradicionale në fushën e ICT-s i bie dikon 10 vjeçare jo më shumë, por ne kemi synu me ndjek trendet e reja, të jemi të partë në vend dhe më gjerë për me fillu implementimin e tyre dhe për të qasur në teknologji që Kosova deri asaj kohe është treg i veshur për to. Mundi me vazhdu tash me shërbimet cilat i ofroni si kompania. Ka mundësi me tregu cilat nga këto shërbime janë që ofroni si kompani? Si lider në Kosovë nifemi për 4 lloje shërbime që nuk e ofron tjetër kush. Siç mundi me pa është identiteti digital, është nënshkrimi digital, vula certifikata digjitale dhe autenticiteti i webfaqeve në mënyrë digjitale. Këto shërbime deri le të thojmë para pak vitesh nuk kanë qenë ekzistente në Kosovë. Këto shërbime kanë qenë të qasshme vetëm nga providerat e jashtëm, ndërkombëtar, por jo nga tregu kosovar, madje as ai shqiptar apo maqedon. Këto shërbime tashmë janë të reja, janë bazuar në rregullore të reja të Bashkimit Evropian dhe në Kosovë jemi të licencuar nga Ministria e Ekonomisë, gjithashtu të akredituar nga trupi rregullues në Evropë i EIDAS për ofrimin e këtyre shërbimeve. Këto shërbime në esencë e kanë zëvendësimin e shërbimeve të bazuara në letër, shërbimet që kërkojnë autentikimin fizik të personave dhe për të kthyer ato në botën digjitale. Identiteti digital është një temë shumë e ndjeshme, me rrezikshmëri të lartë, por nëse bëhet me përgjegjësi të madhe dhe efikase, është lehtësim i jashtëzakonshëm për përdoruesit e saj. Faktikisht janë, deshta këtu të ndërlidhem sa Kosova është e gatshme me apliku këto farë shërbime. A janë të vetëdijshëm institucionet rreth, pastaj edhe populli si në përgjithësi. Ka qenë interesant kur kemi startu me ofrimin e këtyre shërbimeve. Biznesi si tillë ka marrë suaza tjera dhe të bërit biznes duke ofruar këto shërbime ka qenë koqas fituese. Është një gjë me ofruar shërbime të cilat klienti është njëri për to dhe din që je nevojitën, është diçka tjetër me ofru diçka klientit për cilin nuk ka ide fare. Të banalizoj, një qik më në me thonë, për shembull shumë lehtë me ashtit një klim dikujt që ka nevojë për ftofësi gjatë verës, por është shumë problem me ofru dikujt shërbim si identiteti digital, për cilin nuk ka ndëgjuar kur më parë. Në fillim ne kemi hasur në shumë skepticizëm, sfida për vetëdisim të klientave, derisa ka ardhur tashmë një kohë ku është bë everyday business, dhe njerëzit dhe klientat, kompanit, organizatat, institucionet janë mirë të vetëdijshme, më mirë se që kanë qenë të paktën, dhe dihet qartë nevoja për këto shërbime. Sa përket punës institucionale, ligji në Kosovë për identitetin digital dhe shërbimet e besueshme, siç i themi ne, është që nga viti 2019, jo ndoshta i zbatueshëm suaza sa duhet të ishte, por është ligj në fuqi. Nga ajo kohë ka pasur dhe zhvillime tjera, si përforcimi i këtij ligji me udhëzime administrative dhe regulative, kurse tani sa diun e di që institucionet tona po punojnë për harmonizimin e ligjit të identitetit digital, duke harmonizuar me rregulloren e re të Bashkimit Evropian, përkatësisht EIDAS, që quhet EIDAS 2.0. Do të thonë, kjo si këtë teknologji normal ka zhvillim rapid, duke pasur parasysh se është në pjesë shumë të rrezikshme sa i përket rrjedhjes të informatave, nga se kemi të bëjmë me informata personale të qytetarëve, shumë sensitive dhe nuk lejohet në asnjë çast gabimi.
duke pas parasysh këtë përgjegjësi të madhe, normalisht ka gjithmonë avancime, qoftë legjislative, qoftë teknologjike, për të bërë balë, le të themi ndoshta sulmeve kibernetike, sulmeve tjera që mund të rrezikojnë rrjedhën e informatave dhe transmetimin e tyre mes klientit dhe providerit në këtë rast. Jon, si qëndron bota në këtë teknologji? Ka zhvillim atje, ku i implementohet më shumë, si është kjo gjendja në këtë fushë? Në Evropë është këgja zbatueshme deri tash, shumica e shteteve kanë pjesë të përditshmërisë tyre. Kosova ka mbetë ndoshta pak më mbrapa, le të themi, me pjesën tjetër të rajonit, nga se këto shërbime në shtete tjera vetë se janë duke u ofruar tash e vite. Ne jemi prezent edhe në Shqipëri e në Maqedoni dhe në pjesën tjetër të Evropës, ku shërbimet tona janë automatikisht të njohura nga se jemi të rregulluar nga trupi rregullativ atje. Pra automatikisht njihen shërbimet tona çdo pjesë të territorit të Bashkimit Evropian, por jemi prezent edhe në Shqipëri dhe në Maqedoni të Veriut. Në Shqipëri qëndrojmë këqa më mirë sa përket implementimit të këtyre shërbimeve. Sektori bankar atje është shumë i vetëdijshëm dhe më i shpejt për të vepruar rreth trendeve të fundit, duke përshtatur kërkesave, ndoshta është një person më i madh për ta nga se kanë një numër më të madh të përdoruesve, të themi të sektorit bankar nga shtetet e huaja, me thënë personat nga nacionalitetet ndryshme që bëjnë transaksione apo dhe biznes në Shqipëri në këtë rast, që është një numër më i madh se atë në Kosovë, dhe normalisht për të akomoduar këto nevoja sektori bankar është i detyruar për me i ofru shërbime të besueshme klientave të tyre, të cilat në pjesë të madhe të kohës janë jashtë territorit të Shqipërisë dhe nuk kanë kohën apo edhe mundin për të vizituar degë ndryshme bankare në mënyrë fizike për çështje procedurale, nënshkrime apo çfarë do qoftë. Jon, nëse për shembull për gjithë audiencën të cilët nuk kanë idenë fare se çfarë janë këto shërbime dhe si. Ka mundësi më na ilustru me pak fjalë se çka është për shembull një kartë e identitetit digital për shembull. Po. Në një rast më konkret, më praktik, që më me thonë, është për shembull hapja llogarisë online, hapja llogarisë bankare online, nënshkrimi dokumentave në mënyrë remote, digitale për të kualifikuar, i cili është konform ligjeve europiane për atyre vendore, me një siguri të hatashme, shumë më të madhe se nënshkrimi fizik, nga se garanton integritetin dhe autenticitetin e këtyre transaksioneve që i themi ne, në këtë rast nënshkrimeve apo hapjeve të llogarive. Por çka është puna më interesante e kësaj, është që gjithë ky proces zbatohet nga telefoni mobil. Telefoni mobil duke qenë një pjesë e pandashme e jetës tonë. Në rast konkret, për shembull, zgjohesh nga gjumi, gjaja parë që e bën është me kontrollu ku është telefoni, në momentin që nuk e gjen, të kap një lloj paniko, stres. Dhe gjitha këto shërbime që i ofrojmë kryen direkt nga telefoni mobil, në çdo kohë, në çdo vend, në punë sekondash. Nëse më parë është dashur me harxhu kohë për të vizituar një degë bankare, pastaj me pritje në rend, apo me prish plane tjera vetëm sa për me kry këtë punë, edhe pastaj aty komplikimet apo rreziqet për human error që janë të mundshme, gjitha këto zëvendësohen me nënshkrim elektronik ose me digital onboarding, domethënë me identitet digital, çështje sekondash, shpejt, lehtë edhe konform çdo ligji sa i përket kësaj industrie. Joni, tash ju jeni të rinj këtë kompania e re, si e shih IT Vision në të ardhmen? IT Vision e shoh duke u përshtatur trengjeve të reja të rregullorës si AIDAS. Tashmë ne jemi duke punuar që të ngrisim kapacitetet tona për të akomoduar rregullorën e re. Jemi duke u rritur me numrin e certifikimeve, duke rritur shpejtësinë e operimeve, duke rritur klientelën vendore dhe ato ndërkombëtare. Ne jemi prezencë si thash në gjithë Evropën. Jemi providerat në një numër të madh të sektoresh dhe industrisë, që nga sektori bankar, sektori i telekomunikimit, i sigurimeve, por edhe sektor tjerë si patutshmëria, si drejtësia,
si të themi edukimi për shembull, që jemi edhe në Kosovë të prezent në fushën në industrinë edukative me shërbimet tona. Pra duke rritur klientelën, duke vëdisuar tregun, duke u zgjeruar me klient, duke ofruar shërbime të reja, duke bërë jetën e qytetare më të shpejt, më të lehtë, më të qasshme drejt transaksioneve të themi, që në këtë rast janë nënshkrimet apo më të jenë transaksione tjera, pra duke ofruar lehtësi, shpejtësi jetës në Kosovë. Janë përveç këtyre institucione private të cilat besoj që më shpejt adaptohen në implementimin e këtyre shërbimeve të cilat ju i ofroni. A keni menduar për institucione shtetërore, aplikimin për shembull me shku me bën shkrime në për zyra e kutadiun për me marrë licenca, si qëndron kjo puna e institucioneve shtetërore? Normalisht, institucionet duhet të jenë shumë të shpejt, le të themi, edhe fleksibil në përshtatjen e këtyre shërbimeve, duke pas parasysh se lehtëson jetën shoqërore të qytetarëve, duke lehtësuar shërbimet dhe duke bërë shërbimet sa më të qasshme për secilin qytetar. Le të themi, marrim shembull për institucionet në Kosovë, një gjë e tillë është duke filluar me implementu, ka një stër shërbime që mund të kryen online, ndoshta njohja këtyre shërbimeve apo dokumenteve që mund të marrëm online në Kosovë nuk ka lënë përtej kufirit Kosovës, dhe më thonë nuk njihen më tej, por gjithsesi Kosova është të punu në këtë aspekt. Kosova, çfarë mundem me thonë edhe që është për të lavdëruar, është që në agjendën e saj ka parasysh që do të lancohet kuleta digjitale, digital wallet, nacionale në Kosovë, së shpejti këtë vit, e cila në shtetet tjera evropiane do të jetë obligueshme deri në vitin 2027, kurse Kosova është duke implementu këta në vitin 2025. Është duke implementuar edhe EID nacionale, dhe më thonë identitetin digital nacional të gjithë qytetarëve, në kohë rekord krahasim me shtetet tjera evropiane. Iniciativa tilla në vende evropiane janë të ndodhur, le të thojna, në mënyrë nga sektori privat, por jo në aspektin nacional, dhe më thonë nga qeverit, kurse një gjë e tillë është ndodhur në Kosovë. Unë jam e fat që jam i përfshirë në implementimin e këtij projekti. Është projekti financuar nga Bashkimi Evropian dhe ku beneficiary është Ministria e Ekonomisë, dhe është u bë një punë shumë e madhe, shumë e shpejtë, që do të jetë një lehtësim shumë i madh për qytetarët, ku qytetarët do të ketë mundësinë të identifikohet në portalet ndryshme publike, por edhe private, duke përdorur kuletën digjitale, pa pas nevojë për mënyra tjera të identifikimit, nga ato le të themi tradicionale siç janë username password, ose login through një portal specifik, Google apo çfarë do që të jetë, Apple, nga këto metoda më të shpeshta, por do të mund të identifikohet përmes kuletës digjitale, e cila në të ruan identitetin digital të qytetarit. Përpas pjesës së identitetit digital të qytetarit, ky projekt përfshin edhe lancimin e dokumentit digital për biznese, duke filluar me certifikatën e biznesit, e cila do të lehtësoj shumë punën e përditshme të bizneseve, jashtë domethënë aspektet të dokumenteve individuale shtetare. Pra Kosova po punon që këto shërbime t'i ofrojë shumë shpejt, që do lehtësojnë shumë jetën e qytetarit dhe do të avancoj Kosovën si një shoqëri digjitale, do të mundsoj qasje më të lehtë në shërbimet publike dhe rrjedhimisht do të bëhet më konkurrent Kosova si vend në le të themi në krahasim me shtetet tjera të rajonit. Joni, vërtet duhet mu admiru puna në këtë aspekt transformimit digital që është të bënë në Kosovë. Unë e pata një rast me një mik timin i cili jeton në Austri, edhe i tregojmë për këto shërbime të cilat i marrim online përmes i-Kosova, edhe ai u befasu si ka mundësi ta në Kosovë me marrë certifikatën e lindjes ose të shërbime të cilat në Austri duhet të shkosh në zyrë t'i marrësh. Edhe u befasu me icurinë cilën është të bo Kosova, për cilën besoj që jemi shumë të lumtur të gjithë. Me të vërtetë, Kosova është një platformë shumë inovative, me një numër shumë të madh të shërbimeve që më parë u dashur më kryen në mënyrë fizike, kurse tash kryen në mënyrë digjitale, dhe numri i këtyre shërbimeve po rritet ditë a ditës.
Nuk jemi akoma në të njëjtin vend, le të themi ndoshta me Shqipërinë, që ka një numër shumë të madh shërbimeve që ofrohen përmes e-Albania, por jemi e Kosova po shoh që është duke punuar në atë aspekt. Ofrimi i këtyre shërbimeve me të vërtetë është një lehtësim shumë i madh, dhe duke pas parasysh moshën e re të popullatës Kosovës, domethënë dikon rreth 20-29 vjet, është diçka që shkon proporcionalisht, domethënë me tempën e shoqërisë. Duke pas një shoqëri të re, popull me moshë relativisht të re, këto zhvillime janë, le të themi, më të nevojshme se sa në shtete tjera ku populli është me një moshë është pak më të vjetër. Në thonë, këto zhvillime, le të themi, jo vetëm se janë të mira, po janë edhe domosdoshme në Kosovë, duke pas parasysh shoqërinë digjitale që po krijohet në vendin tonë. Jon, deshta me të pyet lidhur me procesin e rekrutimit që i bën për kompaninë IT Vision. Sa është e vështirë të gjesh staf, ekspert të fushës ose inxhinier të fushës? Në sektorin e ICT-s në Kosovë besoj që ky problem nuk është shumë i madh. Kemi shumë treja, shumë të talentuara, me aftësi shumë të mira digjitale, që bëjnë punë të madhe dhe këto shërbime pastaj po outsourcen edhe në shtete tjera të Bashkimit Evropian apo edhe më tej në Amerikën e Azi. Por sa i përket përvojës time personale, ne punojmë me teknologji kogja të avancuara, jashta teknologjive të veç se prezente në Kosovë, si front-end, back-end, full stack, data engineeri, cyber security, po ne punojmë me digital identity që është ndërtuar komplet në bazën e blockchainit. Në këtë aspekt ne kemi pak problem rekrutimin e stafit si zhvillues, pasi ka shumë pak staf, personel të kualifikuar mbi teknologjinë që ne përdorim. Besoj që kjo është rast ndoshta i izoluar sa i përket rekrutimit në Kosovë në sektorin e ICT-s, nga se kemi të bëjmë me një teknologji jo shumë më të prezente në Kosovë, por besoj se do e zëm hapin edhe në këtë teknologji. Pa marrë parasysh rastin tonë specifik, Kosova është për të lavdëruar me stafin personelin e kualifikuar në teknologji, është një gjë për të çmuar dhe po çmohet dhe po vlerësohet nga shtetet tjera, evropiane, amerikane, aziatike. Jani, pikrisht për blockchain që e theksut, a keni ju bashkëpunim për shembull me institucionet, qofshin këto Innovation Academy që janë të hapura për Kosovë, për m'ju tregu për kërkesat ose nevojat që keni ju për staf, ose si qëndron ky komunikim mes bizneseve dhe këtyre institucioneve? A ka një farë bashkëpunimi? Ne kemi qenë të përfshirë me një projekt tjetër të financuar nga Bashkimi Evropian, që në vete ka trajnuar mbi 1.3 në fushën e programimit, në module të ndryshme të programimit si Java, Cyber, AI, Machine Learning, dhe le themi bashkëpunimi në atë projekt me institucione publike edukative arsimore ka qenë shumë i mirë. Tepër i mirë. Universitetet, por edhe shkollat e mesme dhe shkollat digjitale, non-stop kanë qenë në komunikim me projektin, duke ofruar shkëmbime të, le themi, përvojave, praktikave, dhe ka pas edhe me sektorin privat pastaj një bashkëpunim shumë të ngushtë, duke ofruar punë praktika apo dhe vende pune me kohë të rregullt për ata që kanë përfunduar trajnime dhe janë certifikuar në këto module që janë trajnuar. Le themi, ndoshta më përgjithsisht, sektori privat dhe akademik, besoj se janë në një nivel të mirë bashkëpunimi, me sa unë kam pas përvojën me qenë kyçën to, nuk po moj me thonë që është njëjti rast faktik me gjithë akteret e involuar, por unë sa kam pas mundësinë time me pa dhe me qenë involuar, kam pas shumë përvoja të mirë në lidhjen e biznesit e sektorit privat me atë akademik. Shihet një farë bashkëpunimi janë, pasi kërkesa edhe ofrimi kërkesës edhe i nevojës është goxha i madh në këtë sektor dhe shihet një bashkëpunim, një farë dinamike më ndryshe.
Joni, shumë faleminderit për gjithë këto informacionet. Ismail, faleminderit për te vërtetësën. Nëse ke diçka me shtu për fund, do një këshill për trejat, se si me fillu, si mu shkollu jashtë, si do një këshill shkon shumë e rëndësi. Për ata në sektorin e ICT-s, studimi në vendet tjera nuk është një domosdoshmëri. Unë kisha dhënë më shumë fokus trajnimit në baza individuale, ka platforma të pafundme nga ku mund të thithën informatat në sektorin e ICT-s, por edhe nga le të themi fusha tjera të karrierës, është një njëta logjik. Këshilla ime do të kishte me qenë, si thonë anglisht, stay hunger, do të thonë mos më mjafto me pak. Njeriu rrin vetëm deri aty ku synon dhe jo më tej, do të thonë nëse nuk synon më tej se ku je për momentin, nuk do të shkosh më tej se aq. Këshilla ime është me shiqu gjithmonë më larg, me marrë guxim, edhe me bazë sfidave, le të themi, sa të ka mundësi i ri, por kur mos më dorëzu, edhe me shiqu vetëm përpara. Shumë faleminderit Jon. Shumë faleminderit për te. Të dashur teleshikues, ishim me Jon Jetullahun. Ju faleminderit shumë për vëmendje, miru takofshim në emisionet e radhës.